Allahu ya'lamu ma nashku min al-alami. Nëse ndonjërit prej neve i rastis me qenë në orët e tij duke punuar ose në punën e tij, ai dhe është i mbathur me u falë me këpucet e tij. Ky dini islam e ka leju, në umetin islam është e lejuar që ti kur të falësh me u falë edhe me këpucet e tua. Jo veç kaq, me këpucet e tua, jo që veç e lejuar, por edhe e pëlqyer. Nëse je duke në orët e tua, duke punu, vje koha namazit, edhe atje duhet me falë namazin. Mirë po, këtë mundësi që neve, këtë të drejt na ka dhënë neve, Allah Azza wa Jall, umetet të tjera nuk e kanë pasur. Na falmi me këpucë edhe midis orave nëse jemi. Ose dhe tjetra që neve na është dhënë me u falë me mestet që ju të mushuarit, po në atrit ka i madh me mestet me u falë me mestet, ose dhe me qërap, ose ato që e lujnë rolin e tyre. E që umetet e mëhershme një gjë të tillë nuk e kanë pasur. Prandaj ti nëse je duke punuar ose në punën e juve që jeni duke punu, vje koha mu falë, atëherë mos uni gjithçysh të dathna. Për shkak se më pëlqyer është bili me u falë mathur se sa dath nëse je jashtë po flasmi. Kjo e nëse je brenda xhamis, atëherë më e pëlqyer është më falë me mestet e tua që je, se ato nuk kanë ploh, nuk kanë veç. Më e pëlqyer me mestet e tua se sa të dath na kreti lon çaraptëse ose ato mestet masdere edhe të hinë xhami. Kjo kështu është e veçantë tek umeti. Ta pejgamberi alayhi as-salatu wassalam në hadithin që e sjell Ibn Hibbani, edhe Abu Dawudi dhe Sheikh Shuaibi të hadithi është i vërtet. Ta pejgamberi alayhis salam, "Khaliful yahuda wan nasara", o shokët e mi dhe umeti islam, kundërshtoni krishterët dhe jehudit, "Fa innahum la yusalluna fi khifafihim wala fi ni'alihim", kundërshtoni ata se ata nuk falen, në këpucet e tyre dhe në mestet e tyre apo qerapat e tyre. Ata nuk falen. Kështu që ata ju kundërshtoni dhe ju falni me tu. Ndërsa për ty në Hafidhi në Fath, Ibn Hajarin në Fath, kur e zbërthen këto bili arsyeja pse ky dini islam, kur ka zbërty këtë hadithet, arsyeja pse dini islam ose pejgamberi alayhi salatu wasalam e pëlqej që na mu fol moth kur është vani për moth, e ju doth pse e pëlqej. Nuk do të thotë që doth nuk pranohet namazi, jo kështu, por është më e pëlqyer është veç pse i kundërshtojnë me tot krishterët dhe jehudit. Nëse te kjo pjesa e këtij imami që e kanë nxjerr prej hadithit, atë si duhet kuptohet gjendja e disa njerëzve të umetit ton tash, të cilët gjithçysh përpiqen të bajnë një diçka çka përshtatna me ata, të bajnë një diçka me që ata po e bëjnë krishterët dhe jehudit. Andini islam e paska bot pëlqyer mu fol math qoftë me çarape kur vendi çarapave ose mesteve ose me këpucë kur vendi këpucëve kur nuk jenë xhami, veç pse i kundërshton ata, ndërsa në kohën tonë e punojnë të kundërtën. Ndërsa Imam Ahmedi e sjell një transmetim tjetër, gjithashtu edhe Abu Dawudi dhe Sheikh Shuaibi dhe Sheikh Al-Wadi'i kanë thënë hadithi është i vërtetë. Tregon vjen prej Abi Sa'idin al-Khudriut radhiyallahu anhu, thot, ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë prej ditëve duke u falur me shokët e tij. Dhe ishin të gjithë mathur. Dhe nga që kjo kuptohet se ata e kanë preferu mu falë mathur, që kjo është veçori e këtij umeti, se më larg që ata pejgamberi faluni math me çato këpucët ose me nallët ose me çarapat ose me meset, se të krishterët dhe jehudit këtë nuk e bojnë, se kanë ata këtë të drejtë. Në këtë hadithin që tash po e sjellni tha, ishte duke u falë pejgamberi me shokët e tij dhe ka mesi namazit, ose duke qenë në namaz, pejgamberi alayhissalam i dathi këpucet e tij dhe i la afër tij, edhe pse ishte në namaz. Nga që kjo kuptohet se nëse ti brenda je në namaz, vren diçka ndytësi në trupin tënd, në setrën tënde, e merr hekele anash dhe ende ti e vazhdon namazin. Dhe kur veproi kështu pejgamberi, kërej sahabit e panën pejgamberin dhe kreti heken nallat e tyne dhe këpucët e tyne, edhe pse ishin në namaz i lan anash. Kur e kryetën? Por në kry namazi pejgamberi alayhi salatu wasallam ju drejtu shokëve vet. O ju shokët e mi, çka ju bëri juve që me i dath nallët e juve dhe këpucët e juve me la anash? Tha në i dërgumi Zotit, na ty të pom,
Ata se kem pri 2 herë, po e ban pejgamberi edhe na më 1 herë. Tham na ty të po më i dërgumi Zotit për këta dhe e bënëm. Pejgamberi alesam tha jo, së shko nevojshme ju me bo. Tha por une e bëra, sepse me erdhi Gjibrili, me erdhi meleku Gjibril, une duke qenë namaz, edhe tha o Muhammed, dati nallët e tua, dati kpusët e tua lej anës, se në to ke ndësirë. Për këta thoni do tha. E ju ndryshe, ju s'keni pas nevojë se ju s'keni pas. Tha po javdon një mësim o shokët e mi. Tha nëse kur të vini ju në xhami, kur të vini për më fal, tha këshini kpusët e juve, nallët e juve. Nëse kanë ndësirë nallët e juve, fshini për toke, edhe tha atëherë hini, se xhamit e atërshit s'kanë qenë sikur të sotit, me dhejesen, por me rëndësi i dha mësim, para se me orë të xhamia, kur të shihni një herë këshini nallët e juve, fshini për toke, edhe pastaj hini. E kjo është mësim tjetër tani, por në kohën tonë muna me nxjerr prej hadithit që ti para se me hin xhami, këshir mos çeropat e tua ndoshta i ke me naj ndësirë ose me naj erë të keqe që s'bon, që s'un ta bon tjetri e pastaj me pastru. Dhe nga kjo hadith, Imam Sanaani në Subul Salam, një prej librave, thotë që nga që kjo hadith qartë kuptohet se ndinin Islam në umetin e Muhamedit a.s. është e legjitimuar me u fal moth, është e legjitimuar me u fal me kpus kur është nevoja ose edhe me meste. Nga që kjo hadith kështu kuptohet, dhe një herë thotë Imam Sanaani, nga që kjo hadith kuptohet se me pastrimin e kpucës tënde, veç fërkimin e kpucës për dhebit për toke, se ka thonë pejgamberi në hadithin e tjetër, më është bë toka pastrim për mu, dhe kjo është veçoria e umetit Muhamedit, veç një tru mja bë kpucëve thot, për toke pastrohet kpuca, por mos ju shka mendja ju që një nora, jo ndoshta unë kam hec, ndoshta unë kam ndësi në kpucën time. Jo kështu. Imam Sanaani thot nga ky hadith se vet pejgamberi kështu ja mësoi, veç i mshën kamës tonë se kpucës tonë për toke dhe tu ka pastru. Bili thot nga që ky hadith thot ky imam kuptohet se nuk është kusht me kondusira e thot. Edhe nëse është e langë si urin, ose e thot cila do që tjetë e pastron për toke, dhe kjo është e mjaftueshme. Kjo për është veçori e këtij umeti, që na më fal moth kur është nevoja, edhe pa nevojë hiç kur jemi jashtë xhamis më fal moth, ndërsa edhe më fal me shërapa, kjo është veçori e këtij umeti që të tjerët nuk e kanë pasur. كم جاد من فضله قبل السؤال